tjetë një debat i gjatë dhe i nxehtë që do të vazhdoj këtë javë sa i takon çështjes së listave miq të dashur dhe sigurisht duke kaluar ditët do të kemi mundësi të njohim pak më mirë përbërjet përtej një leximi të shpejt alfabetik. Kam në studio kolegun tonë Veres Dedaj, mirëmëngjes Dedaj, mirë se erdhe. Gjithashtu nuk mund mungoj një koleg prej vërtetë jo nga ato të Spakut, siç është Bledian Koka. Faleminderit Bledian për zgjimin tënd fenomenal. Përshëndetje. Tani kemi pak të vështirë se shumica e mediave duket sikur janë të fokusuar tek lista e opozitës, ndërkohë që oferta e mazhorancës duket se edhe ajo vetë zgjedh të merret me listën e opozitës pa dashur të merret me ofertën e vet politike. Le ta fillojmë pikërisht nga ajo, duket se me kalimin e orëve ka një le të themi një tronditje të vogël që po fillon shumë lehtë në raport me emrat e çuditshëm dhe mbi të gjitha edhe me ca influenca të një skeme klasike të kryeministrit që është ajo e emrave të bandave, të cilët tani më përfaqësohen edhe me prestanome në qaqe të caktuara. Ajo çfarë është interesante, ju e thatë, është edhe mazhoranca e cila po merret në fakt me listat e opozitës, me listat e Partisë Demokratike dhe kjo duket se nuk është diçka e rastësishme, është një përpjekje për të fshehur ose një farë forme për të trumbetuar listën e Partisë Demokratike dhe për të lënë hije listën e Partisë Socialiste. Në fakt, po të shikosh me vëmendje listën e Partisë Socialiste, duket sikur janë shumë emrat pa njohur, duket sikur janë disa emrat të cilët nuk kanë profil politik, publik, por që secili prej tyre të çon një fije ose një, po themi, fije që mbështet nga oligarkia, ose një fije që mbështet nga të fortet e zonës, ose një fije e cila vjen nga të fortet e vetë qeverisë Rama. Pra po të shikosh, po të marrësh listën e Fierit ose dhe disa lista qarqeve të ndryshme, duken influenca drejt për drejta të drejtuesve politik apo ata të cilët krijojnë një, po themi, jetë politike brenda Partisë Socialiste, kanë klanet ndryshme dhe përplasen përmjet klaneve ndryshme në Partinë Socialiste. Ajo çfarë është interesante, po ta shohësh me vëmendje listën e Partisë Socialiste, përveç këtyre influencave, ka një përpjekje të kryeministrit Edi Rama për të marrë në mbrojtje në imunitetin parlamentar të atyre njerëzve të cilët në këto vitet e fundit edhe në media dhe kudo janë përfolur për emra të cilët përfshihen në skema korruptive, duke përfshirë këtu edhe disa kryebashkiak, po ti shikosh me vëmendje janë ata kryebashkiak të cilët janë akuzuar për korrupsion, janë pjesë e dosjeve në prokurorinë speciale dhe duket se e vetmja formë ose e vetmja lëvizje është ndoshta një përdorim i fundit i tyre, pra për t'i përdorur kundër opozitës me ata para korrupsionit të cilët ata kanë grumbulluar ndër vite dhe më pas lënja edhe një lloj, po themi, imuniteti parlamentar, në thonjza për të shpëtuar një arrestimi drejt për drejt siç mund të jetë një kryebashkiak arrestohet në zyrë, ndërsa një deputet jep më shumë kohë ndoshta edhe për t'u arratisur. Duket pra se përveç këtyre influencave të drejtuesve politik dhe figurave të cilët po krijojnë një lëvizje politike brenda Partisë Socialiste, janë edhe listat të cilat po bëjnë stolin rezervë të, po themi, grupit parlamentar i cili ndodhet në burg aktualisht në Partinë Socialiste. Koka? Shiko, duke pajtuar plotësisht me ato që thotë Veresi, unë kam bërë një tjetër diferencime që është kjo sëmendpërshmëria në raport me listat. Kritika e vetme e listës së Partisë Demokratike, të paktën nga ata që janë kritikë dhe nuk e kursin asnjë moment Partinë Demokratike, është, si më thënë, tek pjesa e kushëshërisi e listës, po e quajmë kështu. Dhe që në thelb nuk është se ka patur risi, sepse për shkak edhe të problematikës që ka patur Partia Demokratike, sidomos nga 2021 shek që problematike që ne kemi diskutuar, por edhe për shkak të vendimit të vetë lidershipit të Partisë Demokratike për dalë përballë elektoratit në një listë thellësisht politike, të egër politike nëse mund ta quajmë kështu, pra që paralajmëron një betejë reale politike për zgjedhjet, ka nga ana tjetër një listë e cila shto ato që thotë Everesti, në thelb është një listë apolitike. Është një listë e cila nuk përfaqëson në bazën e saj, në ballin e saj, spesorin politik të partisë që përfaqëson, pra të Partisë Socialiste. Fare. Nuk ka fare domethënë lidhje me politikën, se mund mos ishte e majt, po mund të ishte e djathtë, po themi. Okay. Por në këtë rast është totalisht apolitike dhe më shumë se sa lista një organizata ose një force politike që po shkon drejt të zgjedhjeve dhe një betejë të cilën e konsideron shumë të rëndësishme, të paktën sipas objektivave që ka për të marrë një mandat të katërt, pra më duket më shumë dekurajuese për elektoratin e vet
se sa inkurajuese një listë e cila nuk e përfaqëson as pak si më thënë, tharmin ose minimalisht me 2-3 elementet nga vetë baza e partisë që i top baza e partisë. Zoti Rama fakt ka qenë i kujdesshëm gjithmonë që këtë pavarësisht se ka tentuar gjithmonë rinovimin e grupit parlamentar, gjithmonë pikat e kontaktit me bazë socialiste, 2-3 element që në cilën Partia Socialiste të përfaqësohej në listë kanë qenë gjithmonë. Ndërkohë që kësaj here ky lloj kontakti pothuajse është asgjësuar fare dhe këtu pastaj shikoni edhe si thënë ne flasim për disa pakënaqësi brenda Partisë Demokratike dhe praktikisht maksimumi i pakënaqësisë që nga parë nga 150 veta emra në listë janë 3-4. Po. Ndërkohë në Partinë Socialiste po të shikoni me kujdes reagimet edhe tërheqjet, edhe mesazhet janë dhënë, këto janë shumë më shumë se sa ç'është si thon mos pajtueshmëria me listën e Partisë Demokratike dhe më platealja që pashun ishte reagimi i djeshëm i zotit Braçë, nuk e di nëse e ka regjia, i cili si më thënë nxori foton se si ai e ka nisur karrierën e tij politike, pra me atë foton e Gjakoçut në vitin 1996, që ishte një tregues që pra praktikisht po i thoi socialistëve që ne që më thoni za derdhëm gjak po toni për këtë forcë politike për ta sjellë deri këtu ku është po përzihemi pa na u dhënë një justifikim dhe nga tjetër, si më thënë, modeli jon është modeli i Ilva Gjuzit, i cila është si më fiks personazhi, trashëgimtarja edhe përkeqësimi po doni i modelit e Elisas Piropalit, i cili kemi kaluar nga Skënderbeu tek Edi Rama është i vetmi ka vetëm tmet, si thot ajo, që është shumë i mirë, pra mendon për vetëm 10 hapa para, po. 10 hapa para dhe është shumë i mirë se mendon vetëm për popullin, se mendon fare për veten i shkretë. Kjo ishte Elena Kaçë. Edhe paka shumë njëta logjike janë të dyja. E kupton, nuk është se kanë një diferencë. Pra shikoni se çfarë ndodh në Partinë Socialiste. Unë mendoj që ky lloj qasje politike ose apolitike po doni është vështirë mos ketë një kontekst, mos ketë një ndikim në atë që do të jetë fushata e Partisë Socialiste. Prandaj mua vërtet thonë që është Sali Berisha që ka bërë një listë me mbështetës të fortë dhe bunkerizuese, por nëse do të bëjmë një analizë të ftohtë politike, pa emocione dhe pa ngarkesa, nëse shikoni holl bunkerin e tij politik me njerëz të bindur 100% që nuk kanë ndërmend dhe nuk kanë as kohën, si më thënë, politike për të bërë një kryengritje potenciale në rast të humbjes së zgjedhjeve, fakte ka bërë Edi Rama. Dhe shto këtu faktin, bet që janë njerëz të cilët janë lehtësisht të shantazhueshëm për shkak të asaj çfarë kanë përfaqësuar në po themi vitet e shkuara apo detyrat që kanë mbajtur më herët. Ajo çfarë tha Bledi në fakt një listë apolitike dhe që nuk ka lidhje po themi me shtyllën kurrizore të Partisë Socialiste, ishte e paralajmëruar edhe duke marrë parasysh faktin kur u emëruan drejtuesit politik. Çfarë lidhje mund të ketë për shembull Belinda Balluku me socialistët në Fier? Ceno Kloçi për shembull, jo vetëm me socialistët në Fier, por me socialistët në tërësi. Se Ceno ka shumë kushurin drejtore. Çfarë lidhje mund të ketë Benet Beci me socialistët e Shkodrës? Pra nëse flasim për socialistë apo për faqësim të Partisë Socialiste. Pra duket që është një listë e cila ndërtohet kryesisht për që një listë pa zë, një listë pa identitet, një listë ku nesër në parlament mos njihet askush nga ata të Partisë Socialiste me përjashtim të atit të cilin ata e adhurojnë dhe e madhërojnë në një farë forme, pra e vetëm Ahmeti Edi Ramës, siç e tha dhe Bledi, ishte se ai është shumë i mirë dhe punon shumë për tjerët dhe fare për veten. E vërtetë është kjo. Dhe kjo është e gjitha dhe në këto kushte patjetër që e gjithë makineria propagandistike e mazhorancës, duke përdorur edhe mediat që i kontrollon, janë me raporte ndërkombëtare që mediat kryesore, përfshirë mediat kombëtare, janë në kontrollin njaftojnë përgjimet e veliet. Dhe padyshim duhet që të çojë vëmendjen tek kundërshtari dhe pajtohem atë çfarë tha Bledi për sa i përket listës së Partisë Demokratike dhe për të mos i hyrë fare analizës, është një listë në fund fare është një listë e ndershme. Nëse merr të 12 listat e Partisë Demokratike në 12 qarqet, padyshim sa herë ka diskutim për emra, ka sensibilitet, ka pakënaqësi, ka debat, ka diskutim, por nëse i referohesh të 12 listave, nuk arrin gjesh një emër i cili mund të jetë i përfolur, qoftë për afera korruptive kur ai ka mbajtur një detyrë, apo për çështje të tjera. Padyshim është një listë politike, është një listë e cila është fokusuar kryesisht tek ata persona të cilët kanë mbajtur një peshë politike në këtë
moment të vështirë në të cilën ka kaluar Partia Demokratike ndër këto vite. Në qoftë se më pyet si Everest, do doja të shija shumë më të rinë, do doja të shija një listë shumë më të hapur, do doja të merrja një mesazh më modernizues në raport me Partinë Demokratike, por që në fund fare është një listë politike që i përgjigjet një situate të vështirë në të cilën ka kaluar Partia Demokratike dhe i përgjigjet akoma më shumë një momenti të vështirë që paralajmërohet të jetë vetëm 2 muaj më vonë, pra në zgjedhjet e 11 majit. Nuk po garojmë në një garë moderne demokratike, po garojmë kundër një grupi të strukturuar. Garë mbijetese demokracisë. Unë mendoj që është listë fituese, pra luhet për fitore. Ju flas në raport. Por në kushtet 11 maj është për të ndarë nëse demokracia mbijeton apo jo? Në gjykimin tim po. Pra ti nuk është garë mes 2 kampeve politike apo mes forcave politike, është një garë me një forcë politike e cila ka kaluar shumë vështirësi, jo për shkak vetëm zhvillimeve të brendshme të saj, por për shkak sulmeve që janë kryer asaj force politike. Ke një parti aleate që është Partia e Lirisë në të njëjtat kushte të vështira, kundrejt sulmeve të paprecedenta. Ke një aleat tjetër siç është Partia Republikane në të njëjtat kushte. E kemi parë zotin Mediu thjerret çdo ditë në SPAK për një çështje e cila është gjykuar dhe rigjykuar shumë vite më parë. Dhe kjo klimë është me të gjitha forcat politike të cilat janë pjesë e këtij koalicioni të Partisë Demokratike. Dhe në këto kushte do duhej të përgjigjej politikisht, pra duke marrë parasysh faktin se je përballë një grupi të strukturuar i cili e ka faktuar që e tjetërson vullnetin e popullit, e blen, e shantazhon, e përdor. Pra jemi në këto kushte dhe parë në gjithë të drejtim, por mua është shumë e rëndësishme fakti që pjesa e atyre të cilët do të përfaqësojnë nesër Partinë Demokratike dhe koalicionin opozitar në parlament, mbi të gjitha të jenë njerëz të ndershëm, njerëz të pashantazhueshëm dhe njerëz të cilët nuk shantazhohen dhe nuk kapen nga asnjë forcë tjetër. Kam nevojë për një koment fundit për zgjedhjet e zotit Rama në listën e tij. E kuptoj pjesën e bandëve. Mund ta mirëkuptoj për përforcimin, le themi, dhe presionin e komuniteteve lokale për ditën e votës. Disa të korruptuar që janë dukshëm në siklet me drejtësinë dhe, le themi, dukshëm të pashpresë. Për çfarë i duan? Se e kuptoj Belindën në Fier me sasinë e saj monumentale të parave. Po këta të korruptorit e vegjël, këta që dihet që do digjen, për çfarë i duan? E fillojmë nga koka më pas dete. Shiko, zoti Rama ka një teori ose një merit po doni, të cilët edhe limonet e shtrydh do i shtrydh deri në fund. Që thotë merr atyre maksimumin. Niko Qerllëk. Ndërkohë se po duash, Niko Qerllëk politik. Ai e lëshoi Erion Velien, mendoj unë, sepse mendonte që realisht Erion Velia mund të rrezikonte se në rrugtimin e tij drejt mandatit 4. Do pak nga pak parit besoj këtë gjë, sepse po mendoj edhe dje, më rezulton që vetëm njëri i cili ka tentuar ti marrë seriozisht pushtetin e Edi Ramës, ta zëvendësoj Edi Ramën, ka qenë vetëm Erion Velia. Ndërkohë, deri në këto momente, asnjë nga ata personazhe që ti referohesh, përfshirë në krye Belinda Pallukun, nuk është se ka, si më thënë, në qëllim që ta zëvendësoj Edi Rama, nëse ta luftoj Edi Rama, dhe i duhet Edi Rama aty, sepse Edi Rama është në krye të po themi të karrocës që tërheq qerrën e atyre, dhe këta që janë hajdutët të xhepistët e buxhetit shtetit dhe mjaftohen vetëm me kaq, pra nuk kanë vokacion politik. Prandaj për këtë arsye, zoti Rama di fare mirë se deri ku shkon metri i tyre dhe qëllimi i tyre politik, që është thjesht bëjnë ca lek. I lën ti bëjnë ato ca lek, ndërkohë që i zhyt në tosë, i zhyt në përgjime, i zhyt në Alligerisht, si të kushtoj burgu si ka kushtuar shumë para ardhësve të tyre, dhe vetëm që duhet është thjesht që ata të bëjnë, si më thënë, atë sklavin e nevojshëm në zgjedhje. Dhe mbas zgjedhjeve pastaj zoti Rama nuk është se ka një farë problemi nëse ikën Belinda, nëse ikën tjetri, sepse ka sa duash idiotë dobishëm brenda Elindës që janë gati ta marrin vendin e Belindës për të vjedhur si më 3 miliardë euro buxhet shteti. Pra sigurisht për të tilla punë ka njerëz dhe ka sa të duash shërbëtor, sklever që nuk e kanë problem këtë gjë. Prandaj zoti Rama nuk është se si më thënë, nuk është se shqetësohet fort nga kjo, nuk i shqetëson fat e tyre, dhe që është më rëndësishme, asnjë prej këtyre që ti përmend dhe nën kupton, nuk është se kanë qëllim, si më thënë, ta undermine ose ta dëmtoj zotin Rama në fushat, përkundër se janë gatshëm të bëjnë gjithçka
të gjitha çfarë duhet dhe mënyrën se si vepron Rilindja për të siguruar atë që i duhet zotit Rama mandati i 4. Prandaj janë aty. Mesazh i qartë ky, Dede, komenti fundit. Pajtohem me atë çfarë tha Bledi, por duke shtuar edhe diçka të pak një këndvështrim që unë kam thënë vazhdimsi në çdo studio, pse një listë apolitike dhe pse këta individ, ishte pyetja. Është shumë e thjeshtë. Edi Rama nuk e ka kontratën me qytetarët, nuk e ka kontratën as me socialistët. Po ta shikosh në vetvete, nuk ka kontratë me socialistët, nuk përfaqëson, po themi atë Parti Socialiste ose ata socialistë të cilët e kanë mbajtur Partinë Socialiste, edhe të reformuar ndoshta pas 90-s sa ka arritur të reformohet. Edi Rama fut emra të rinj, por lidhet i ka me bandat e vjetra. Pra, po shikosh nuk ka qëllë shkëputje me ata bandat të cilat i përdorim 2021-shin, i përdorim 2023-shin dhe do t'i përdorim 2025-shin. Kontratën e ka me 5-6 individ të cilët e ka me çuna. Dhe nuk e ka me qytetarët. Dhe në këtë këndvështrim nuk e ka problem. Ikën Everesi vjen Bledi, ikën, ku diun, ajo Xhuzi dhe vjen ajo tjetra, ikën Braçe dhe vjen ajo e Xhuzit. Pra janë një farë forme, janë listat të cilët ai i ka totalisht biznes. Besoj është fundi i qeverisjes Partisë Socialiste, më pas do duhet shohim se si të shkojnë gjërat në situatën politike. Faleminderit shumë Bledian Koka, faleminderit shumë Everes Dede, miq të dashur, shihemi të hënën deri atëherë, gëzuar ditën e verës dhe paçi një fundjavë spektakolare madhështore, nëse doni.